Unë kërëti që këpdesht, të thamë, njëtë nuk kanë diti, nuk kanë bara, të që kanë dosën. Familja Demaj ka hapur dyert për zotrin Dodaj, për vizitë e ngushëllime. Pajtohem plotësisht me. Ky është Tom Doda. A ishte dënuar me 5 vite burg e 5.000 euro gjob, pasi që ishte akuzuar se ja kishte shitur armën Naim Mërselit e Granit Plavës. Me armën e njëjtë u vra Liridona Ademaj. Seanca u mbajt në apel, ku Doda po kërkon ulje të dënimit. Të akuzorin Tom Doda, e ka shpallur Doda, e ka shpallur pajtor për veprën penale importi, eksporti, punëzimi, transporti, prodhimi, kambimi, ndërmesimi ose shitja e paautorizuar e anëve, të cilin edhe e ka gjykuar me dënim me burgim në kohë gjatë 5 vite dhe dënim me gjokë në shumë prej 5.000 euro. Gjatë të rrjedhjes së procedurës, do të thotë që në shqyrtimin fillestar të mbajtur në datën 31/2025, i akuzuari ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën edhe është ngarkuar në akt akus, andaj pranimin e fajësisë në vendimin ka pranuar gjykata themelore në Prishtinë. Kundër këtij gjykimi ankesë ka paraqitur mbërësit të akuzuarit Agron Kuçi për shkak të vendimit lidhur me lartësinë e dënimit dhe shkeljen e parimit të dishmërisë, duke i propozuar gjykatës së apelit që aktgjykimi kundërshtuar të prishet ose gjënda të kthehet në gjykim. Në fjalimin e tij, Leotre Msyla, avokati i familjes Ademaj, tha se për të dënuarin Doda kishin hapur dyert për ngushëllim, por që i njëjti nuk është paraqitur. Në emër të familjes Ademaj, qëndrojmë pranë propozimit të prokurisë së apelit që ankesa të refuzohet se e pa bazuar dhe të vërtetohet vendimi i gjykatës shkallës parë. Si palë dëmtuar, e njoftojmë këtë kolegj që familja Ademaj edhe në seancën që është mbajtur në shkallë të parë e ka mirëpritur kërkimfaljen e zotrit Dodaj, por këtë kolegj të apelit e njoftojmë që pas seancës, familja Ademaj ka hapur dyert për zotrin Dodaj për vizitë e ngushëllime, por që për informacione të panjohura për familjen Ademaj, zotri Dodaj deri më sot nuk është paraqitur te familja Ademaj për ngushëllim. Pajtohem plotësisht me. Ankesa u elaborua dhe nga avokati i Dodës Agron Kuçi. Mbrojtja plotëson që ky gjykim është përfshirë në shkelje ligjore për këtë ndryshim të rrethana plotësuese në rastin e caktimit të lartësisë së minimit. Gjykata është ndalur në kuadër të matjes ligjore, duke lëshuar mundësinë e matjes gjyqësore të minimit, pasi që në një mënyrë ka relativizuar platonat lehtësuese edhe pse të tilla kanë qenë gjatë gjithë procedura penale dhe i kanë rikashuar ato venduese nëse kanë ekzistuar. I dënuari Doda e përsëriti kërkimfaljen edhe në apel. Shprehjem përshëndetje për familjen e kredores vjen shumë keq, ne kam pranuar pajësinë për armbajtje, u fardini nuk kam pas pjetë, vjen shumë keq. Nëse di se dikush me pas dënim kish bërë ashtu. Unë kërëti që këpdesht, të thamë, njëtë nuk kanë diti, nuk kanë bara, të që kanë dosën, s'kanë shashtë. Atëherë, me ka seanca të vëndëm,